إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet i dërgojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar, në herën e kaluar këtu folëm rreth njëra prej pikave ose njëra prej gjërave që neve na mbron nga zjarmi i xhenemit, na mbron nga ajo krijesë e madhe e trishtueshme që Allahu Azza wa Jall e ka kriju atë krijesë para se me kriju edhe njeriu në krejt. Allahu Azza wa Jall atë krijesë ka përgatitur për njerëzit e këqinj, për pabesimtarët edhe për kohësisht edhe për mëkatarët musliman. Allahu Azza wa Jall atë ka përgatitur e ajo është xhehenemi. Ndërsa ne jemi tash në temën se cilat janë ato gjëra ose çka na mbron neve për zjarmin e xhehenemit. E përmendëm në herën e kaluar se fjala la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah që dëshmon se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut Azza wa Jall. Dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i tij, është rob dhe pejgamberi i tij. Kjo është njëra prej arsyeve, një prej shkaqeve që ti mbrohesh nga zjarmi i xhehenemit. Sigur që e thanë hadithet që i përmenda si përsërismi, por hadith tjetër që e ka sjell Ibn Hibbani dhe me zinxhir të vërtet, që tha se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tha vet pejgamberi alayhi salatu wasalam se dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet posa Allahut Azza wa Jall, dhe se une jam i dërguar i Allahut. Wa ashhadu inda Allahi la yalqahu abdun mu'minun bihima illa hajabatahu minan nar yawm al-qiyamah. Tha pejgamberi alayhi salam, çashtu që po dëshmoj që s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet posa Allahut Azza wa Jall, dhe se unë jam i dërguar i Allahut, çashtu tha dëshmoj edhe për atë njeri që i thot këtu dyja, shahadetin, që i thot këtu dyja, dëshmoj se ai njeri do të jetë i shpëtuar dhe i mbrojtur prej zjarmit të xhehenemit në ditën kur do dalmi para Allahut. Për kjo hadith është i qartë se dëshmia shahadeti është prej atyre gjërave që neve na shpëton prej zjarmit të xhehenemit. Mirë po, me që kjo fjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah ka aq e madhe, po luj ka aq rol të madh nesër kur të dalmi para Allahut, po na shpëtoi ka prej zjarmit të xhehenemit, edhe është qelësi i xhenetit. A thu, kjo është veç fjalë që thuhet fjalë veç, apo ndoshta i ka dhe disa kushte që janë në nëmbrellën e kësaj fjale? Dietarët islam kur falen për këtë fjalën la ilaha illallah, që na shpëtoi ka prej zjarmit të xhehenemit, thanë që i ka do kushte. Prej tyne dietarët islam krejt, por vetëm se prej tyne që ka thurë edhe poezi Hafidh al-Hakimi kur thot prej kushteve të fjalës la ilaha illallah janë al-ilmu wal-yaqinu wal-qabulu wal-inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal-ikhlasu wal-mahabba wa faqa qadari ma ahabba. Kështu e thot në poezi kushtet e fjalës la ilaha illallah. Por unë
po ja tham tash një nga një, disa prej atyre nëse una me krysët, hera dhe tjera vazhdona me tjera. Për më të vlej fjala jote, për më të shpëtu prej zjarmit të xhehenamit, që në veprimet tona të mira çka i bëjmë krejt, prej do të këshijave që përpiqemi me u largu, finalja është, fillimisht i bëjmë për Allah, edhe me frikë se mos po na kap zjarmi i xhehenamit. Sa është i tmerrshëm. E përmenda herën e kaluar, atë që na ka thonë neve pejgamberi alayhi salatu wassalam, që njeriu më i kënaqur në botë që ka qenë, më i kënaqur me çështjet e dunjos, pasurisë, epsheve, por veç njëherë zhytet në zjarmin e xhehenamit, tha pejgamberi alayhi salam, edhe nxirret, edhe del në shesh, llogaris. Edhe Zoti i thot, sa je kënaq o ti rob në dunja, se valla o Zot, s'kam, unë nuk di që kam shiju najher kënaqësi unë në dunja. Për kërejt kënaqësit e dunjas, so do vite që tjetën, i harën. Veç një zhytje në këtë zjarmin që na po e përmendni. E të ashti me shpëtu prej këtij zjarrit, ko ka fjala la ilaha illallah. E para, janë edhe tjera, por prej parave ja kemi nisë. Por kjo fjala la ilaha illallah nuk të ka fjala thjesht, por pas ka dhe kushte. Kushtin e parë është duhesh me thonë, fillimisht duhesh me thonë fjalën la ilaha illallah. E mos të mendojmë najherë, sikur që kanë mendu disa të devijuar dhe të largët prej rrugës së drejtë të Islamit, kanë mendu se nëse njoni veç beson me zemër, kur pa shqiptu fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, kë ka me shpëtu për i zjarmit e xhehenamit. Mos mendon kështu. Sepse Allahu Azza wa Jall neve edhe pejgamberi alayhis salatu na ka mësuar se çështu pa e thon bile. Të paktën fillimisht me anis, pa e thon fjalën la ilaha illallah, mos mendon dikush që ai do të hyjë në xhennet dhe kjo fjalë bëhet shkak për me shpëtu atë prej zjarmit e xhehenamit. Na tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, hadithin që e sjell Imam Ahmedi e Tirmidhiu dhe të tjerë, dhe hadithin Sheikhul Albani thotë është i vërtet. Tha pejgamberi alayhis salam, man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbi dakhala al-jannah. Tha në këtë hadith, kush thot la ilaha illallah, kush thot se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pas Allahut azza wa jall, kush e thot këtë fjalë me sinqeritet të plot, me sinqeritet të plot, nuk do të hyjë në zjarmin e xhehenamit, por do të hyjë në xhennet. Pra kushti i parë që e tha pejgamberi, men qale, kush e thot, vendin tjetër tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, në hadithin që e sjell Muslimi, la yashhadu ahadun an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah fayadkhul al-jannah aw tat'amah. Tha nuk ndodh, në këtë hadith tha pejgamberi, nuk dëshmon dikush, nuk dëshmon ndaj njeri se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pas Allahut, dhe se Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguar i tij. Tha e ai pastaj të hyjë në xhennet. S'ndodh kjo, tha pejgamberi alayhis salam, ai që e thot këtë s'do të hyjë në xhennet, e as nuk do ta prek zjarri i xhehenamit. E as nuk do ta prek zjarri i xhehenamit. Për këtyre dy haditheve që unë i përmenda dhe ka shumë, por për i shkurt, është se po do ka me thonë fjallën, mos të habit edhe mos të mashtërën shejtani e gjin edhe shejtani njeri. Dikan që thët se aj me zemër ka qenë vëri mirë, aj me zemër ka besu Allahun, ama me bo me pyt, mi thonë, unë falë të zëtni, nëse vlenë me thonë zëtni, më falë të zëtni, ma thuj njëherë shahadetin, aj as nuk e din se për shka po fletë. E jo që aj me ta thonë, pas taj ty shahadetin. Pra e para qenë ka me thonë, kushti pari kësaj fjallën dashme të shpëtu për i zjarmit xhehenamit. Ko ka me thonë, e dyta, imami e përmeni il-ilm. E dyta është dija. E thu, dikush e thot këtë fjallë. Një kusht e plotësoj, por ai i ngrati, as nuk e din se çka po thot. E kushti i dytë çan ka me dit. E çka me dit?
me di se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet, kur të thot fjalën la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, me di se nuk ka Zot në tokë dhe jashtë tokës, nuk ka Zot që meriton më adhuru, posë Allahut azza wa jall, dhe se Muhamedi asë më është rob dhe i dërguar i tij. Me di që ata që e adhurojnë Isen, valla nuk janë të vërtetën. Ata që e adhurojnë Uzairin, s'janë të vërtetën. Ata që e adhurojnë Budën, nuk janë të vërtetën. Ata që po i adhurojnë disa minje, atje nuk janë të vërtetën. Ata që adhurojnë njerëz, nuk janë të vërtetën. Se s'meriton kërkosh se ti e ke thonë shahadetin. Prandaj mos u çudit kur ne themi jo, filani nuk ka kanë fe. Pse? Sepse ai po e adhuroj ka dikant tjetër posë Allahut. Dikush çuditet, po ti mos u çudit se po i thu vetes musliman, por çan ka problemi se ke kuptu fjalën, s'pe din çka po thu me fjalën që ti e thua, me fjalën la ilaha illallah. Se me fjalën la ilaha illallah u dash ka me ditë që krejt zotnat e tjerë janë të kot. Ata janë zotnat shpikur prej njerëzve. E Allahu Zoti i vërtet është Allahu azza wa jall. Ai i cili e krija i gjithësien, ai që ishte kur s'ekzistonte asgjë post tij, ai i cili ishte kur as tokë as qiejt nuk ekzistonte, nuk ishin kur ishte ai i cili s'ka fillim, fillimet dhe mbarimet janë për krijesat. Ky është Allahu azza wa jall. Ai i cili nuk e merr kotja kur atë, ai i cili gjumi se merr atë kur, ai i cili nuk lodhet kur, ai që me të s'krahasohet asgjë. Ai që para ti kush nuk guzon me dalë dhe me i thonë unë e baj apo nuk baj. Ai cili po deshte veç fjala thot kun. Allahu nëse dën diçka veç të bëhu, edhe në sekundat e parë të fjalës bëhu ajo bëhet. Ky është Allahu Zoti jon. Ai cili është pa të meta. Ai para të cilit kena me dalë. E kur të thush me dije këtë, atër fjala jote kjo ka me dëshmu për ty, kjo fjalë shpëton për zjarmit të xhenemit. E thu, por e din se çka po thu. Allahu azza wa jall në Kur'an thot: "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah." Dije o njeri, dije se vërtet nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut azza wa jall. Këtu e tha Allahu. Dije të tha, mos tu drejtu me fjalën urdhërore, në atë kuptimin mos e diskuto më, por mësoje. Dije se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet. Prandaj pos Allahu azza wa jall. Prandaj edhe na tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, hadithin që e sjell Muslimi që vjen për Uthman ibn Affanit. Uthman ibn Affani një shok i pejgamberit, khalifja i tretë, i përgëzuar me xhennet. Nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur i ka thonë Uthman, ti je në xhennet. E ky na tha se ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, "Man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illa Allah dakhala al-janna." E kush të zaj kështu pejgamberi tha në këtë hadith, kush vdes duke e ditë se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pas Allahut, do të hyjë në xhennet. Ta kushtozoj fjalën la ilaha illa Allah, ndash me të shpëtu prej zjarmit të xhenemit, atëherë dije, pra nëse ti e din Allahu fillimisht u drejtu, dije se s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, të tha Allahu në Kur'an. Pastaj pejgamberi tha, nëse vdek duke e ditë se s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet pas Allahut, atëherë hyn në xhennet. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mendoj ta që kam me thonë ma shumë, po për shkak që në është oftofti, po ja lona me qikash. Në alusmi Allahun azza wa jall që neve Allahu të na falë në mshiran, e dijen për fjalën la ilaha illallah të na shtën. Këtu janë dy kushte, moni men, kushti parë ke me thonë la ilaha illallah ndash me të shpëtu aja në ditë gjykimit, e dyta me ditë. I ka dhe dë kushtet e tjera, atu mbesim për herën ashme. E lusmi Allahun azza wa jall të na falë në mshiran. Lusmi Allahun azza wa jall xhenet me pejgamberet të na takon. Lusmi Allahun azza wa jall dijen të na shton. Lusmi Allahun azza wa jall muslimanëve ku do në botë që janë Allahu të janë ndihmon. Edhe aty që kanë nevojë Allahu problemet e ja largon. Walhamdulillahi rabbil alamin.